Mirdita të gjithëve, është kënaqësi e posaçme që të rimikpresim presidenten e Komisionit Evropian në një ditë të ngarkuar me aktivitet, jo thjesht për turin e presidentes në rajon që nis me Shqipërinë, por edhe për konferencën e investimeve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor që organizohet për herë të parë dhe që do të mikpres një numër të konsiderueshëm sipërmarrjesh nga i gjithë rajoni dhe synojmë që ta kthejmë në një traditë në vitet në vijim. Me presidentin kemi pasur një bashkëbisedim që ka prekur të gjitha temat e interesit të përbashkët dhe natyrisht që për ne mbetet një moment shumë i rëndësishëm dhe që ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë fakti që presidenti dhe komisioni aktual i japin një rëndësi të posaçme Ballkanit Perëndimor dhe i japin një vëmendje të posaçme procesit të përafrimit të vendeve tona me Ballkanin Perëndimor. Dhe në këtë aspekt kemi folur për ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, një proces që në këndvështrimin ton, por edhe në sa unë dëgjova nga presidentja është duke ecur me shumë mbarësi dhe me shumë shpejtësi. Dhe nga ana tjetër, folëm patjetër edhe për planin e ri të rritjes që Bashkimi Evropian, Komisioni, nën udhëheqjen e presidentes von der Leyen i ka vënë në dispozicion Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë mundësinë çdo vendi që përkundër agjendës së reformave dhe realizimit të objektivave në kuadrën e agjende të financohet nga Bashkimi Evropian në mbështetje të fillimit të mëtejshëm të reformave. Dhe më vjen shumë mirë që edhe në këtë pikë morëm një vlerësim shumë pozitiv nga ana e presidentes dhe do vazhdojmë të kryejmë me përpikmëri dhe me shumë këmbgulje të gjitha detyrat që kemi marrë përsipër. Kemi folur po ashtu për forcimin e bashkëpunimit në rajon dhe për forcimin e sigurisë në rajon, duke pasur parasysh domosdoshmërinë që të lidhemi shumë më fort në funksion të qenies son në mes, jo thjesht të Europës, por dhe në zemër të Bashkimit Evropian nga një pamje gjeografike dhe në funksion të nesërmes tonë që është në Bashkimin Evropian. Patjetër që kemi prekur dhe çështjen e rezistencës së Ukrainës ndaj agresionit rus dhe edhe në këtë pikë jemi plotësisht dakord që duhet vazhdojmë të mbështesim pa rezervë Ukrainën, sepse aty në të vërtet përveç të tjerash zhvillohet dhe një përplasje mes një mënyre të
të parit botës dhe të kuptuarit të bashkëjetesës bazuar mbi parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian dhe të Europës Demokratike dhe një mënyrë krejt tjetër të parit botës që i sfidon dhe i kërcënon këto vlera dhe këto parime. Kjo ishte paka shumë një përmbledhje e shkurtër që unë mund të bëj, duke shprehur një falënderim të posaçëm për Komisionin Evropian, jo për protokoll apo për formalitet, por për faktin që puna që ne po bëjmë për të çuar përpara proceset e brendshme të lidhura me reformat, të lidhura me kapitujt e negociatave, nuk do të ishte dot e suksesshme siç është deri tani pa mbështetjen e vazhdueshme të Komisionit dhe të gjithë partnerëve brenda Komisionit që ndërveprojnë çdo ditë me ekipin tonë. Dhe sigurisht e falenderoj Presidenten von der Leyen për jo vetëm faktin që rikthehet në rajon dhe që rikthehet në Shqipëri, po për faktin që rikthehet e palëkundur në mbështetjen e procesit të antarësimit plot të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Thank you very much, Prime Minister. Dear Eddie, it's a pleasure to be back in Albania, and it's a pleasure to begin my traditional annual Western Balkan tour here in Tirana. And my first message is very clear. Albania is on the right track towards the European Union. You've come a long way. You've made progress. But I want to emphasize that there is a stunning and outstanding record speed acceleration in the last 3 to 4 years. 5 of 6 negotiation clusters are already open. We plan to open the last one this autumn. And I know the personal effort you, Prime Minister, and your team have invested in this journey. Your goal is to close negotiations by 2027. This is ambitious, but we like ambitions. And let me assure you, we will be with you on every single step of that way, because the geopolitical momentum is now. Russia's aggression against Ukraine has reshaped our continent. Every European nation must choose its place, and Albania has made its choice very clearly. You're fully aligned with the European Union's foreign and security policy. Together, we are acting as one. Getting closer is not only about geopolitics, it's also about smart business. And we will discuss this at the investment conference later today. Indeed, 2 years ago, we launched the growth plan for the Western Balkans, and the principle is very straightforward. Your economy gains access to our single market and new European investments. In exchange, you deliver key reforms. This is how we get a level playing field with the Western Balkans and the European Union single market. So in sum, the door of sectors of the single market is open to your companies, but our companies also gain a bigger common market. So it's a real win-win situation. And the growth plan potential has the potential to double the economy of the Western Balkans in this decade. We see it's already starting to deliver. Let me give you 3 precise examples. The first one is that you really have made strong progress on key reforms. Thanks to this, I am glad to announce the disbursement of 100 million euros. Now it's about implementation, and I know that you're well on track. This is the road to access, for Albania to access all the money under the growth plan. It's close to 1 billion. Second, the single euro payment era, in short, SEPA. I remember 2 years ago when we first spoke about
Albania joining CEPA. At that time, this looked as extremely ambitious and a challenging project. Only 2 years ago, you've made it happen in record time again. Since last week, transfer of money between Albania and the European Union is safer, and it's much, much cheaper. So a big advantage now for the citizens and the companies. My third example is roaming. In 2023, here in Tirana, we achieved a landmark agreement with operators. You very well remember that. Next year, we will abolish all roaming charges between Albania and the European Union. This is good for business. This is good for tourism. This is especially good for bringing our people together. And Prime Minister, dear Eddie, my final message is this. Perhaps the strongest case for enlargement is not economic and geopolitical, but it's the people. Albania wants Europe. A recent poll shows that if a referendum were held today, 92% of Albanians would vote for EU membership. And across our continent, young Europeans are with us and with you. 2/3 of those aged between 15 and 40 years support the enlargement. And this is the clearest signal of all. Our young generations want to live in a stronger, safer, and united European Union. So, dear Eddie, I wish you every success as you continue the path towards accession to the European Union, and you can count on me to support you on every step of the way. Thank you very much. Thank you. Exola Sheu, Euronews Albania. Pyetjen e parë kam për ju, zonja presidente. Për vite me radhë, Bashkimi Evropian ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet ende dhe shqiptarët janë lodhur duke dëgjuar vazhdimisht për procese, për kapituj, për negociata. Kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur ende për të bërë? Pyetja për ju, zoti kryeministër, është për të njëjtën çështje. Ju shpesh keni kritikuar Bashkimin Evropian për burokraci. Sot besoni që Bashkimi Evropian me gjithë burokraci do të mund të antarësojë Shqipërinë në 2030-ën? Faleminderit. So we always are saying, rightly so, that enlargement is a merits-based process, and the merits that Albania deserves are visible by now. As I just said at the beginning, it was a normal process of opening clusters and working on the reforms to join the European Union. I must say, for me, it's very impressive to see the acceleration, the speed that increased in the last 3 to 4 years. And I'm always impressed because you, Prime Minister, and the Albanian people are telling me, yes, we want to join the European Union, but we know that these reforms are, in general, good for us as democracies to strengthen our country. And this is tangible and visible here in Albania. The success of the last years, I mentioned the CEPA, I mentioned the roaming, but also know the growth plan that is really working well in Albania. We will have the investment conference. All these are positive steps forward. So I can only say I'm deeply impressed by the spirit that is here in Albania. And we're very focused on your ambition to be done by 2027. Pyetja që mu drejtua mua ishte mbreslënse për faktin që ne, edhe unë personalisht, jo vetëm që e besojmë këtë që themi, por bazuar mbi këtë besim ne zhvilluam para pak kohësh edhe një fushat të tërë zgjedhore ku i kërkuam shqiptarëve të na japin mbështetjen, të na japin një mandat të fortë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kështu që në këtë kuptim pyetja është drejtëruese. Ndërkohë që për sa i përket
çfarë kam thënë unë për Bashkimin Evropian, tani më ka një kohë relativisht të gjatë që i kam thënë ato që kam thënë dhe të cilave nuk i heq asnjë presje, pasi në atë periudhë Komisioni Evropian i propozon të Këshillit që të hapeshin negociatat dhe Këshilli refuzonte për shkak të 2 a 3 vendeve që i bëheshin pengesë këtij procesi. Ndërkohë që sot jetojmë prej disa kohësh, dhe nuk është sot, u bë disa kohë që jetojmë në një realitet tjetër në raportet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dhe prandaj pyetja ishte për të mbajtur mend, sepse sot ne jemi në një situatë kur, siç tha presidentja, kemi hapur 5 nga 6 grup kapitujt e procesit të negociatave në vetëm 11 muaj. Është një kohë rekord për nga shpejtësia. Dhe sigurisht që ne kemi bërë detyrat tona, se në Bruksel nuk të dhuron njëri asgjë. Duhet t'i fitosh të gjitha ato që kërkon. Por nuk diskutohet që nuk do të ndodhte sidoqoftë ky proces me këtë shpejtësi, nëse nuk do kishte një vullnet të madh, jo vetëm nga Komisioni, por dhe nga vendet anëtare në këtë fazë. Sepse është i gjithë Bashkimi Evropian, të paktën unë kështu e shoh, që prej disa kohësh nuk ka lëkundje fare që duhet mbështetur procesi i antarësimeve të reja, duhet mbështetur Ballkani Perëndimor, duhet mbështetur Shqipëria. Është vullnet i përgjithshëm dhe prandaj kjo sintoni me Komisionin dhe me Bashkimin Evropian është e plotë. Ndërkohë që viti 2027 nuk është një vit që e pam ne në ëndër këtu në Tiranë dhe tani po ja u tregojmë shqiptarëve. Është një vit që kemi përcaktuar së bashku me Komisionin Evropian si objektivin e negociatave. Natyrisht, ky objektiv lidhet me detyrat që ne bëjmë këtu, me reformat, me masat, që janë të gjitha të kalendarizuara dhe të detajuara. Nëse ne do vazhdojmë kështu, me këtë ritëm dhe me këtë këmbgulje dhe me këtë sukses në çdo hap, ne do t'ja dalim që në 2027 ta bëjmë detyrën tonë. Dhe natyrisht Komisioni në memorien time gjithmonë ka bërë detyrën e vet. Pra ka qenë objektiv në vlerësimin e punës tonë. Pastaj do të kemi periudhën kur vendet anëtare do duhet të shprehen një nga një për të ratifikuar në parlamentet e tyre antarësimin tonë në Bashkimin Evropian, dhe kjo është një fazë tjetër. Kështu që edhe herë, unë jo e besoj, por e kam bindje absolute që është në dorën tonë që ne të arrim objektivin e 2027, sepse kam bindjen absolute që presidentja nuk lëviz nga pozicioni i saj, që nuk është pozicioni i sotëm, por është pozicioni i ditës 1, kur zgjedhur herën e parë dhe në tweetin e parë që ka bërë si presidente e komisionit e sapo zgjedhur, ka shkruar: ky është një komision geopolitik. Pra, përtej burokracisë. Se burokracia patjetër, burokracisë nuk i shpëtojmë dot ne, se që po t'i shpëtojmë burokracisë do të thotë që Silvio nuk do ishte kaq i rëndësishëm për Bashkimin Evropian këtu në Tiranë. Greta Bullari, televizioni ABC News. Pyetja ime është e përbashkët si për ju, Presidente, ashtu edhe për Kryeministrin Edi Rama, lidhet pikërisht me faktin e mbylljes së grup kapitujve të antarësimit. Ju e përmendët edhe gjatë fjalës tuaj edhe përdorët rekord
hapjen e grup kapitujve. Ndërkohë, cilat janë parashikimet apo pritshmëritë tuaja për mbylljen e grup kapitujve të negociatave, cilat janë fushat prioritare që do duhet të ndjek qeveria shqiptare, zoti kryeministër, edhe në koordinim me Komisionin Evropian. Dhe zonja presidente, ju e përmendët dhe gjatë fjalës tuaj që shqiptarët kanë treguar vazhdimisht qoftë nëpërmjet sondazheve, qoftë edhe në zgjedhje që e duan Bashkimin Evropian. Janë këto dy sinjale të mjaftueshme për të arritur edhe përmbyllja e negociatave. Faleminderit. So that is the advantage of a merits-based process, because Albania is doing so well in reforming, in implementing, in delivering. I'm very confident that it will also be the case on the second part. That is the closing of the different clusters. And I think the real difference that happened a few years ago is indeed, as I said already, that Albania understood it's good for us. We want this. We want this process. And therefore, you're showcasing how well and speedy and ambitious you can be, not only in opening clusters, but certainly also in closing clusters. Përgjigja është po aty ku ishte që në fillim, që kur thuhet 2027, do të thotë që brenda 2027-s do të mbyllen kapitujt. Kështu që nuk e kuptoj pyetjen çfarë pritshmërish ke. Pritshmëria është që brenda 2027-s të mbyllen kapitujt. Dhe ne nga ana jon që t'ja dalim kësaj, duhet bëjmë të gjitha detyrat këtu. Dhe detyrat janë shumë të mirë përcaktuara kapitull për kapitull dhe plus edhe në planin e rritjes. Kështu që nëse sot ne marrim një vlerësim kaq pozitiv, kjo vjen si rezultat i detyrave të bëra deri tani. Por që ne të vazhdojmë të marrim vlerësimin pozitiv, duhet vazhdojmë të bëjmë detyrat. Dhe detyrat, se dua ta theksoj këtë si gjithmonë, ne nuk i bëjmë se na i kërkon Bashkimi Evropian. As që të kënaqim ata që nesër do të na miratojnë antarësimin në Paris, apo në Berlin, apo në se merri them Londër, po Londra ka ikë mbretin pa ditur në Rom. Ne i bëjmë detyrat për veten tonë. Çdo detyrë që ka ky proces dhe që bëhet këtu me sukses e bën Shqipërinë më të fortë dhe më funksionale si shtet. Për ne procesi i integrimit, i negociatave të antarësimit, i hapjes kapitujve, i mbylljes kapitujve, është proces shtetbërje demokratike. Dhe në fund të këtij procesi, kur Bashkimi Evropian, kur Komisioni thotë ne e mbaruam punën tonë, do të thotë që ne, Shqipëria, për veten tonë, marrim një certifikat që në bazë të opinionit Bashkimit të Komisionit Evropian jemi një shtet funksional demokratik. Dhe kjo është për shqiptarët dhe për gjeneratat e tjera. Pastaj, sigurisht si i tillë ne mund të hyjmë në Bashkimin Evropian dhe pastaj vazhdon procesi i përmirësimit, se nuk mbaron kurrë. Edhe gjermanët që janë mbajtur për dekada të tëra si më të përsosurit, nuk janë aq të përsosur sa i dinin. Edhe tani po e kuptojnë dhe vetë. Do me thënë është proces, nuk është një gjë që mbaron. Por ama për ne është fat që jemi në mes të Europës dhe që kemi Bashkimin Evropian që na shoqëron në këtë proces. Se nëse do ishim jashtë këtij kontinenti dhe s'do ta kishim Bashkimin Evropian, ne do ta kishim të pamundur që të bënim një shtet funksional demokratik për 1001 arsye. Shumë faleminderit. Thank you so much.